Përshëndetje, miq. Sot është një temë në lidhje me si të veproni me hënën e re në binjak, e cila është në 27 prill, më falni, 27 maj, dhe sigurisht unë do të tregoj se si ju të veproni, por edhe të dini pak a shumë në lidhje me mençurinë dhe me energjinë që ka kjo shenjë, ashtu si kurse dhe në lidhje me efektet që jep shtëpia, pra me numër 3 e binjakve në çdo grafik të lindjes për të gjithë shenjat tona të yjeve, që të gjithë ju e dini që ne kemi ardhur nga pluri yjeve dhe ne jemi tash yje në top për të shkëlqyer dritën e vërtetësisë së jetës, ashtu si krijesa na ka dhuruar të jetojmë në këtë tokë ku çdo gjë ekziston për ju dhe për ne. Tash unë ju kam treguar që nëse ju kërkoni që të arrini me të vërtetë të dëgjoni shpirtin tuaj që ju do më shumë se ju, pra që do të thotë të hapni zemrën, dhe nëse ju ecni me ndryshimet që po ndodhin në këtë shekull të ri dhe sidomos në këtë 10 vjeçar, të jeni të sigurt që ju jeni sinkron me shpirtin tuaj, ju jeni duke ecur në rrjedhën pra të vazhdueshme të ndryshimeve të kozmike në lidhje me frekuencë, pra ne jemi që një njerëzore që gjithmonë çdo ditë ne rritemi, ndërgjegjësohemi, se ky është qëllimi, ne jemi fëmijë dhe ne do të shkojmë, pra do të bëjmë diçka në këtë jetë, dhe ndërkohë është që jeni dhe me ndjeshmërinë, pra me sinkron me atë që ju jeni duke kaluar ose po kaloni në këto, pra në këtë kohë të afatit kohor, për të cilën është një ndërgjegjësim i lartë i nivelit tonë si qenie njerëzore, jo vetëm si individ, ne po pranojmë që frika është një iluzion dhe ne jemi duke hapur zemrën tonë, që do të thotë edhe në shkallë jo vetëm si individ, por edhe kolektiv, për të jetuar jetën me vërtetësi. Dhe ky është mesazhi që ju dërgon nëna hënë, dhe të pranoni se për të arritur në paqen e brendshme në bollokun tuaj, dhe mos e shihni nga ana financiare, ka të bëjë me atë që dashuria pa kushte, pra jo dashurinë e nevojë, po pa kushte, është ajo që të veproni me zemër të hapur, është paqja juaj e brendshme, jo stresore, jo me frikë, por thjesht me pra jetë pa stres, në paqe. Ndërkohë është dielli që lind, është nëna hënë që është në qell, është siguria që ju i krijoni vetes tuaj, jetës tuaj, duke qenë të kënaqur me atë që keni, por dhe të hapur për të vazhduar, pra në ritmin e jetës, po ashtu në lidhje me atë që t'i jepni kohë vetes dhe hapësirë. Në fund të fundit ne asgjë nuk mund të shpejtojmë, çdo gjë është e programuar dhe si ndryshojnë stinët ndryshojnë, dhe ne pra të jeni të hapur me këto mrekulli, dhe më besoni se çdo gjë është e arritshme nëse ju zgjidhni veten tuaj. Dhe në këtë rast, nëse jeni në këto video, pranoni që ju jeni të bekuar, dhe kur ju besoni në veten tuaj për atë që ju dëshironi dhe ëndrroni, çdo gjë arrihet. Këshill nëse jeni në vazhdimin e rrugëtimit, pra jeni të lidhur dhe pranoni ndryshimet, pra me rrjedhën e zhvillimeve, ndryshimeve kozmike të universit, të besoni që jeni në rrugën e drejtë, dhe në atë që ju vazhdoni është duke ndjekur hënat e reja dhe të plota, ju merrni dritë, dhe kjo dritë do të thotë që është dijesim, dhe ky dijesim është që do të thotë që ju krijoni një mendje të mençur, pra nuk rrini më në rolin viktim. Kjo është e gjitha ajo që do të kuptoni, që duke ndjekur hap pas hapi, dhe çdo muaj ne kemi hënat e reja, dhe çdo muaj ne kemi hënat e plota, dhe duke ndjekur këto, të jeni të sigurt që ju jeni në ritmin e rrjedhës së jetës dhe në arritjen e bukurisë për atë
që të gjithë kemi ardhur dhe misheruar në këtë tokë për të jetuar. Pra jo vetëm që të ndihmojmë me njëri tjetrin, jo vetëm që të mësojmë me njëri tjetrin, jo vetëm që të krijojmë me njëri tjetrin, por ne të qëndrojmë vazhdimisht me njëri tjetrin çdo muaj, çdo ditë dhe duke lejuar dritën hyjnore të mençurisë së mësimeve, ju nuk bëni gjë tjetër veçse kjo arrihet me dijesimin, pra me rritjen e mësimeve të vërtetësisë së jetës dhe në këtë rast bekoni që jeni këtu. Le të fillojmë, unë do të ndaj në dy pjesë. Pjesën e parë do të tregoj në lidhje me zonën që ndikon energjia me zonë pra binjakut tek ne, ashtu sikurse dhe energjia e saj. Sigurisht para se të filloj, unë dua t'ju tregoj që në 20 maj është që hyn dhe dielli në shenjën e binjakut, ashtu sikurse dhe në 27 maj do të vi shenja e ënës së re në binjak, dhe kur janë të dyja, dhe ëna e re dhe dielli në një shenjë, do të thotë që është ëna e re. Gjithsesi, ajo që kërkohet është që të gjithë ne jemi të ftuar që të bëhemi ndryshimi që ne duam të shohim botën, që të gjithë ne jemi të ftuar. Le të fillojmë me pjesën e parë në lidhje me zonën. Kush është zona e binjakëve? Zona e binjakëve ka të bëjë me atë që është me të vërtetë që ju kërkon, pra është tema në lidhje me komunikimin tonë, me vëllezër, motra, fëmijë, pra me të gjithë, të afërmta, por edhe më gjerë, që të gjithë jemi unik, por gjithsesi tema është pra në lidhje me marrëdhëniet motra, vëllezër, fëmijë. Ajo që do të kujtoni është që kjo kohë është me të vërtetë që ju kërkon ju që çfarë pritet? Pritet që në këtë muaj do të kemi një periudhë të ngjeshur dhe mbi të gjitha është ajo që ju të arrini të krijoni një, pra kërkohet nga ju dhe nëna e re mjafton që të rrisim aftësitë tona me qëllim që të komunikojmë pra qartë me njerëzit, pra të mos ketë keqkuptime, dhe keqkuptimet vinë sepse ne nuk dëgjojmë. Pra kjo është që kërkohet me të vërtetë që ne të krijojmë pra shprehjet tona, aftësitë tona me qëllim që të jemi të qartë me çdo individ, sidomos me të afërmit tan, pra të dëgjojmë dhe pastaj të shprehemi dhe të kthejmë përgjigje. Tjetër është ajo që do të arrini është që të vizualizoni, të imagjinoni që do të thotë. Ne që të gjithë kemi marrëdhënie, që të gjithë se jemi njerëz dhe kjo është doni apo nuk doni, kjo ekziston. Mënyra se si ne kemi krijuar marrëdhëniet varet nga ajo se si ne jemi në jetë, pra varet nga si jemi edukuar, si jemi pra a jemi me veten tonë apo bëjmë gjërat si bëjnë të tjerët e të tjerë. Gjithsesi tashmë ju i dini këto gjëra që shpirti juaj ju ka thirrur për të u lidhur me veten tuaj, dhe kjo është kërkesa e nënës që të gjithë ne të lidhemi me veten tonë, dhe sepse në fund të fundit nënën e kemi në shpirt, e kemi në brendësi të trupit tonë, është koha ku ne flim gjuhë. Gjithsesi që të gjithë shohim ëndra, që të gjithë shohim pra çdo gjë atë që ne kemi gjatë ditës, ne e shohim edhe në mbrëmje. Pavarësisht se i mbani mend apo si mbani mend, varet nga gjendja juaj shpirtërore si jeni. Gjithsesi ju do të imagjinoni dikë, pra me kë kemi që doni të rregulloni marrëdhëniet, me këdo, kushdo qoftë në çdo marrëdhënie, me dikë, dhe në këtë rast është që t'i tregoni që ju keni patur qëllim të mirë për në kohën që ju keni shprehur mendimet tuaja, sepse thash edhe një herë, kjo është ajo, pra imagjinoje dikë duke i treguar atij dhe duke buzëqeshur që ke patur qëllimin e mirë, me mënyrën që kur ju keni shprehur mendimet tuaja, pra nëse dikur jeni zemëruar apo keq kuptuar dhe e keni akoma këtë gjë, me këdo, me qëllim që jo vetëm të shëroni veten tuaj, sepse kjo është një mënyrë e faljes, jo vetëm të shëroni veten tuaj, por ju shëroni dhe të tjerët. Pra lironi nga kjo lloj bllokade energjisë edhe me të tjerët. Çfarë duhet të mbani mend? Që të gjithë kërkohet që a jeni, nëna kërkon, a jeni duke treguar të vërtetën,
Dhe jo vetëm nëse jo, çfarë keni akoma që e keni të fshehur, dhe sidomos me veten tuaj, pra çfarë ju mbani akoma nga ajo që nuk tregoni të vërtetën. Kush është ajo që të pengon? Pse nuk tregon të vërtetën? Në fund të fundit në afton që ne që të gjithë, ne duhet të tregojmë të vërtetën, me qëllim që të krijojmë një jetë me harmoni dhe me balancë, jo vetëm me veten tonë, pra me energji që të rrjedhi energjia si uji, ashtu sikurse edhe me të tjerët, dhe kjo është që ne krijojmë botën ashtu si ne do ta donim vetë, atëherë atë që ne duam vetë ta shprehim në botë. Gjithsesi të kuptoni që kjo është që kërkohet në këtë muaj, në tabelën tuaj, pra që jo vetëm të falni të tjerët, jo vetëm të falni veten, dhe këtë ta bëni në mënyrë paqësore, jo mizore. Pra nuk ka rëndësi, edhe nëse tjetri të ka lënduar, apo çfarë do lloj që keni, nuk ka rëndësi që ju thjesht ta lini pra atje siç ishte në atë kohë, duke bërë këto gjëra që ju thash në këtë rast me imagjinatën, që nuk ishte qëllimi juaj ashtu, po ashtu e dinit, ashtu folët në atë kohë, sepse ne kishim qenë ashtu sikurse edhe një pjesë të gjumë të lënduar. Mesazhi që kërkon në anë është që duke qenë se ne kemi pra marrëdhënie me njerëzit me qëllim që të arrijmë në një komunikim me shprehjet tonë të ata, kërkon rritjen e aftësisë tonë, dhe në këtë rast nëse ju dëshironi diçka, pra e ndjeni dëshironi diçka, dhe dikush tjetër e ka këtë dëshirë, pra rezoron, atëre ju jeni të hapur, bëu lajmëtar nëpërmjet direkt, nëpërmjet mesazheve e të tjera, ju këtë e dini. Për shembull, nëse rezervoni medianën dhe ju kërkoni ndihmë për atë që ju kërkoni se jeni uni, po që e ndjeni që realizoroni, dërgoni mesazh duke treguar të vërtetën e asaj që ju keni, pra të kuptoni të vërtetën. Kur ju thoni të vërtetën, ju do të shpreheni dhe qartë, dhe sidomos kur ju e shkruani pra mesazhin për atë që ju kërkoni, e sigurisht të jeni të sigurt, të paktën flas nga vetja ime, ju do ta merrni përgjigje në çdo kohë dhe jeni të vëmendshëm. Tjetër është gjatë kësaj nëna na kërkon që ne të krijojmë të jemi të qartë në lidhje me veten tonë dhe me dëshirat e vetes tonë, sepse në qoftë se ne duhet jemi të qartë për atë që duam, për atë që dëshirojmë, dhe duke shprehur qartë çfarë dëshiron, është me të vërtetë që edhe ju dërgoni me të vërtetë dhe një qëllimin tek të tjerët, pra e dërgoni të qartë për atë që ju doni të flisni. Pra në fillim të jeni të qartë për veten tuaj, për atë që ju doni të dërgoni, edhe për të duke rritur aftësitë tuaj, edhe për të dërguar dhe tek të tjerët me qëllim që t'i kuptojnë edhe ata qartë. Ndërkohë është që për një pjesë nga ju që kërkon ndoshta është fillimi i ri, pra keni bërë një punë të mrekullueshme dhe tani është një fillim, të filloni dhe një nga fillimi për atë që ju jeni unik dhe e ndjeni. Ndoshta për shembull është që ndoshta e ndjeni tani që dikur çfarë kishit patur me motra, vëllezër apo me fëmijë, tani e kuptoni dhe jeni ju që do të dërgoni për shembull letër apo direkt të flisni, pra në lidhje me atë, sepse tani ju keni arritur në veten tuaj dhe ju e kuptoni që ne ishim të lënduar, dhe prandaj u sollën tani, dhe tani ti bëhesh i hapur për të hyrë, për të lidhur, për të krijuar pra marrëdhënie komunikimi të drejta, të vërteta. Ndërkohë është që është një kohë e ngjeshur dhe këtë do ta kaloni këtë muaj në lidhje me çfarë ju keni akoma, në lidhje me vëllezër, motra, nëse keni gjëra që keni lënë akoma pa bërë, pra që ndjehet diçka që nuk është ashtu si shpirti juaj ju drejton, atëre është me të vërtetë që ndoshta tani e kuptoni që ose jeni për të bërë një udhëtim, ose të lidheni, jo ose po të lidheni me vëllezër e motra, gjithsesi ne në përgjithësi e bëjmë këtë, por kujdes për ju që keni akoma, pra si thua,
pengesa, pra ju tani jeni të drejtuar dhe duhet të arrini këtë muaj, sepse është tema në qoftë se ju nuk arrini të krijoni marrëdhënie të mira, pra komunikimi të ndershme me motër vëllezër, ju sigurisht që nuk do të arrini, pra do të prisni derisa të vijë hëna e re vitin tjetër. Prandaj, çfarë ju keni do të veproni. Dhe për këtë është që tani si të veproni, e para që ju do të bëni, para se të filloni meditim, se që të gjithë ne meditojmë është që na qetëson mendjen, është që ju do të përdorni këtë mantër dhe do të shprehni, shkruani, mbajni shënim. Unë lexoj, unë dëgjoj, unë mësoj dhe unë marr frym lisha edhe atëre në çdo moment që kam. Pra, një ngarkesë të ditës apo jam e pensionuar. Mbajni shënim. Tjetër është të kuptoni që kjo në binjak, duke qenë se është komunikues, pra ka të bëjë me komunikimin ton, është që kërkon dhe bëhet fjalë për chakrën e fytit. Pra me qëllim që ne të jemi në gjendje të shprehemi me vetveten ton qartë, mirë edhe pra me kuptim, me atë që tjetri, jo vetëm vetë ne, po dhe tjetri na kuptojnë mirë. Çfarë duhet të bëni? Sigurisht që në këtë kohë në nere, një pjesë nga ju, ndoshta ju je ndjeni tani që doni të rrisni aftësitë tuaja dhe në këtë rast kërkoni të lidheni, pra të bëni ndonjë kurs. Ose dikush tjetër, ndoshta doni të lexoni, apo të gjitha, varet, doni të lexoni libra, ose të filloni të bëni një udhëtim, ose të jeni me të vërtetë të qartë, të dëgjoni mirë dhe të jeni të qartë se çfarë të tjerë pra ju thonë. Ndërkohë është ndoshta jeni që keni pas filluar diçka të re dhe tani ta vazhdoni, pra në lidhje me për shembull jeni në gjendje të shprehni si shpreh Diana, ndoshta direkt me komunikim direkt, por edhe me të shkruajtur, pra të jeni në gjendje që të jeni të hapur edhe më gjërë, ndoshta edhe me universin, pra që të gjithë jeni unik dhe kjo është që pak a shumë të jeni të qartë që janë për veprime me qëllim që të rrisin aftësitë tona. Ndërkohë është që ju do të mbani shënim 3 afirmime dhe këto 3 afirmime janë: e para, unë shpreh veten qartë, me mirësi dhe pa pengesa. E para. E dyta, unë dëgjoj aq sa flas. Dhe e treta, marrëdhënia ime me vëllezër, me motra, me fshinj, bëhet gjithnjë edhe më e mirë. Tjetër është të kuptoni që në numerologji ka të bëjë me numrin 3, sepse ne jemi të lidhur dhe ka të bëjë me numrin 3, që do të thotë ka të bëjë me atë që ne jemi krijues dhe ne jemi persona që ne, pra një që njerëzore që ne shprehemi, dhe në këtë rast bëhet fjalë duke pyetur se si keni ju shprehjet. Gjithsesi bëhet fjalë për shprehjet tona. Ky numër ka energjinë që pra na tretne, na tregone që si jemi duke jetuar jetën tonë. A jemi duke jetuar me kënaqësi, pra me atë që na josh ne, dhe ndërkohë a jemi ne pra duke vepruar me shprehjet tona, a jemi në gjendje të shprehemi qartë, normal dhe lirshëm. Pra kjo është numri 3. Krijues dhe a jemi duke u shprehur qartë me shprehjet tona, atë që ne kemi të qartë me vete, dhe sigurisht ne dërgojmë dhe mesazh edhe që të tjerët na kuptojnë mirë. Ndërkohë është, duke qenë se jemi në këtë kohë, pra të ndryshimeve kozmike dhe bota jonë është ndarë në 2 realitete, do të thotë që ne kemi në njërin krah është dimensioni i tretë i energjive të ulta, pra duke u turrur mbas botës së materjes, duke u turrur mbas asaj që veprohet akoma me impulset e egoizmit, pa e kuptuar në rolin viktim, duke lënduar, pa e kuptuar duke lënduar
përfunduar vetëm me emrin e krenarisë, me emrin e asaj që unë jam dikushi, sigurisht ne nuk do të gjykojmë çfarë kemi kaluar, por tani bëhet fjalë që në dimensionin e tretë, pra të kësaj ku jemi duke jetuar akoma në dy realitete, pra në këtë rast të energjive të ulta, do të thotë që kemi të bëjmë me shakrën e fytit, pra si ne komunikojmë, a jemi të qartë me atë, dhe në këtë rast, imagjinojni një top me ngjyrë blu, dhe prandaj ka veshur këtë blun, një top blu që rrotullohet në fytin tuaj, pra blu e qellit që rrotullohet në fytin tuaj. Ndërkohë është që kjo ju bën që ju të arrini që të flisni qartë, jo vetëm me veten tuaj, pra lirohet shakra e fytit, që të flisni qartë me veten tuaj, por edhe të dërgoni mesazhin të qartë tek të tjerat. Gjithsesi, kjo është shakra e fytit ka të bëjë shumë me vullnetin ton. Dhe në këtë rast bëjni pyetje në fletore, në çdo kohë uluni me veten tuaj se këtë kërkon shpirti, pra okay që jemi të zënë me ditën e jetës, por edhe të gjejmë kohë edhe me veten ton, dhe në këtë rast bëjni pyetje veten, sa e fort është vullneti juaj, pra sa të fortë jeni ju me vullnetin tuaj. Gjithsesi, në shakrën e pestë, pra në dimensionin e pestë, në dimensionin e pestë është shakra që ka të bëjë me shakra sakrale, që është poshtë kërtizës, dhe do të thotë shakra e emocioneve dhe shakra seksuale. Pra ne që në fëmijë kemi krijuar marrëdhëniet tona me prindrit, gjatë rritjes tonë edhe eksperiencës të jetës, por edhe në lidhje me dashurinë nga ana e marrëdhënieve romantike e tjera. Pra ka të bëjë me marrëdhëniet tona emocionale dhe seksuale. Kur kjo shakër është e pastër, kur kjo shakër është e qetë, kur kjo shakër është me dashurinë e vërtet hyjnore, pra si dikur një fëmijë i liruar, ju me të vërtet është që ju keni liruar fëmirin tuaj, dhe në këtë rast ju jeni në gjendje të krijoni marrëdhënie të mrekullueshme me të gjithë në çdo aspekt të jetës, pra në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj romantike, me kolegë, kudo në çdo aspekt të jetës, po ashtu edhe nga ana romantike, pra të krijoni me mençuri, me dashuri pa kushte, me atë që jeni në gjendje, pra të krijoni atë që ju vetë dhe atë të rriqni që ju jeni vetë. Ndërkohë është sigurisht që kur ju jeni me këtë shakër të pastër, të lirë, me këtë fëmijë të lirshëm për të krijuar dhe për të shprehur lirshëm, sigurisht ju jeni dhe në gjendje të krijoni marrëdhënie seksuale me veten dhe me parret jush, pra në lidhje kur them seksuale edhe nga ana e marrëdhënies që ju keni, e përmisoni akoma dhe më shumë. Tjetër është për të gjithë ju, dhe që të gjithë nuk kemi vetëm, ne kur nuk kemi qenë vetëm, dhe në këtë rast ju do të ndihmojni dhe nga kryengjëlli Zadkiel. Zadkiel është kryengjëlli i dëmshurisë dhe kryengjëlli i faljes dhe sidomos falja me zemër. Pra ju keni bërë një punë të mrekullueshëm dhe tani bëhet fjala me zemër. Gjithsesi, kur ne fillojmë dhe falim me zemër, jeni të sigurt që ju lironi pra të gjitha blokadat tuaja, dhe në këtë rast është kryengjëlli Zadkiel na ndihmon edhe në lidhje me kujtesën, që do të thotë të gjitha përvojat që kemi kaluar të dhimbshme me dashuri apo me ato që ne jemi të njohur, ti transformojmë, pra duke thirrur, pra do t'ja u jap në vazhdim. Ndërkohë është dhe ruajtësi i flakës, pra vjollës, që do të thotë që është dashuria hyjnore, është mençuria e vërtetësisë së mësimeve të universit, dhe në këtë rast është që na lidhne me shpirtin ton binjak, pra në këtë rast na ndihmon ne, sepse e ruan këtë, na ndihmon ne që ne të lirohemi nga çdo gjë që nuk na pengon, me qëllim që të arrijmë në shpirtin ton binjak me jo vetëm me dy energjitë, pra mendja, energjia maskullore, mendja, po edhe energjia femërore, shpirti jon, pra që
t'jenë në harmoni, në balans me të gjitha marrëdhëniet tona që kemi dhe në këtë rast. Në marrëdhëniet, pra ne duhet jemi të lirë dhe ne duhet të pranojmë pra këto lloj marrëdhënie të mrekullueshme në gjithë njerëzit tonë të aftë, pa përjashtuar pastaj që kush nga ju lidhet me flakën binjake, që do të thotë me zemrën tuaj, pra e hapni zemrën duke zgjedhur atë që lidheni me të vërtetë me shpirtin tuaj, kush jeni ju në të vërtetë në brendësinë tuaj, kjo me të vërtet ju hap rrugën e lidhjes me dashurinë hynore, me mençurinë e mësimeve të vërtetësisë së universit. Gjithsesi, në këtë rast, që të gjithë ju, Kryengjelli pra është përfaqëson hirin e Perëndis, jo të gjithë mund të arrin me këtë, por të jeni të sigurt, kush e ndjek shpirtin dhe lidhet me flakën binjake, se e kemi që të gjithë, po jo të gjithë lidhen, pra ju jeni të lirë. Kush e ndjen këtë është përfaqëson hirin e pra Kryengjelli Zadkiel përfaqëson hirin e Perëndis dhe në këtë rast është Kryengjelli i lirisë, i mëshirës, i dëmshurisë, është që mbron që të gjithë njerëzit që falin, pra që të gjithë qenjet njerëzore që falin, i mbron. Këtë jeni të sigurt që Zoti na do që të gjithëve, por jemi ne që zgjedhim dhe në këtë rast bëhet fjalë ne të shikojmë gjërat në veten tonë dhe të falim jo vetëm veten tonë, por edhe të tjerët me qëllim që duke falur veten, jemi që njerëzore bëjmë gabime, ne shërohemi dhe duke falur të tjerët, edhe nëse ne kanë lënduar, ne lirohemi dhe kjo është pra Zadkiel është dhe mbrojtësi i të gjithëve që falin. Ndërkohë është si të atërlisni, ju do të bëni me të vërtet ndisni një qiri, të rrisni emrin e Kryengjellit Zadkiel, i dashur Kryengjellit Zadkiel. Ju lutem më ndihmoni që këtë muaj të jem pra në lidhje të shprehjem qartë me vete dhe i sinqert me të tjerat, me ndihmën tuaj dhe me udhëzimet tuaj të arri këtë muaj në potencialin tim të lartë për një komunikim të sinqert dhe të vërtet me të gjithë. Faleminderit. Po kjo është që Zadkiel ju ndihmon ju edhe në lidhje me, sepse transformon tash ju në lidhje me kujtesat, me emocionet, pra me atë që ne kemi kaluar me të tjerët dhe sidomos me dhimbje me dashurinë, por edhe me njohurit me qëllim që në këtë rast me vëllezër, motra apo fëmijë, nëse kemi pra akoma lëndime apo zemrime apo këtë tash. Pra ju ndihmon duke përdorur këtë mantër që të arrini edhe të lirojni, pra thirreni këtë emër dhe sidomos gjithë muajin do ta përdorni këtë mantër duke thirrur Kryengjellit Zadkiel. Ndërkohë është për një pjesë nga ju për të cilën e ndjeni sepse që të gjithë jeni të lirë, ju do të rrisni perëndeshën ka të bëjë quhet nëna në hinduizëm, perëndeshën Sarasvati, e cila me të vërtet është për atë që na jep në lidhje me mençurinë, në lidhje me arsimin, në lidhje me krijimin, në lidhje me muzikën. Pra si ju a e ndjeni këto gjëra që ju kërkoni të dini, kërkoni të krijoni, pra në lidhje me talentin dhe aftësinë tuaj. Vetë fjala Saras, pra që ta kuptoni në kuptimin e gjuhës sanskrite, do të thotë të rrjedhshëm, lëviz rrjedhshëm si uji, pra është ajo që çdo gjë ju vjen lirshëm, pra rrjedh lirshëm si uji. Dhe në këtë rast është që nga të gjithë, pra nga një kaos me personalitetin e saj, pra me qëndrueshmëri, me qartësi, arrin pra që të krijoj pra nga kaosi në një jetë akoma edhe më të mrekullueshme me vërtetësi. Dhe ndërkohë është që një person që nuk lind fëmijë është që i pëlqen individualiteti, i pëlqen pavarësia, ka një mendjesi kokë forte, pra është gjithsesi të kuptoni që ka këtë inteligjencë dhe me mençurinë e hynores, pra të energjisë femrore, të zemrës, të brendshme
brëndësisë, pra një mençuri me atë që ndjen në brëndësi. Gjithsesi është që na ndihmon që ne të kemi një shprehi aktive, efektive, më falni, po dhe aktive, sepse ne duhet jemi aktiv, pra efektive, jo vetëm në punën tonë, pra që bëjmë, por edhe jashtë, pra si ne me veten të jemi me shprehi, me aktiv, efektiv, por edhe me punën tonë, por edhe jashtë. Dhe si ta bëni këtë mantër, e dashur statrisni, e dashur Sarasvati, ju lutem këtë muaj më ndihmoni që të jem të shprehem qartë dhe në mënyrë efektive dhe me vete dhe me të tjera dhe me ndihmën dhe udhëzimin tuaj të arri në potencialin tim krijues si individ i pavarur dhe me një inteligjencë të mençur të mendjes. Faleminderit. Ndërkohë është të kuptoni që ne kemi të bëjmë dhe me ligjin universit dhe ligji universit është ligji veprimit. Ju lutem, në qoftë se ju imagjinoni, në qoftë se ju ndërroni çfarë do lloj, në qoftë se ju nuk veproni, përgjigjja ime është ju nuk do të arrini asnjë gjë. Pra mos ju vi keq. Në ç'kuptim e kam që nuk do të arrini asgjë. Është me të vërtetë që ju mund të imagjinoni, është e vërtetë që ndërroni dhe unë dua t'ju them, një grua më shkruan që Diana, si është e mundur që më përpara unë meditoja dhe shqipja ngjyra dhe biles dhe tani shoh ngjyrat kur dal jashtë dhe unë buzëqesha edhe i thash, okej, ti ke ardhur në veten tënde të lartë, ti je lidhur pra me vërtetësinë e vetes, je lidhur me shpirtin tënd, sepse shihte ngjyrat, pra ngjyrat e ylberit, por tani bëhet fjalë që ti do të fillosh pra të dëgjosh shpirtin tënd, zemrën tënde se çfarë kërkon të krijoj, çfarë kërkon të bësh në jetë, pra atë që shpirti të solli këtu. Pra duhet të veprosh. Dhe kjo është, edhe ti nuk do t'i shohësh, nuk do të ndërrosh, kështu i kam kthyer përgjigje, kjo ka qenë para 2 vjetësh. Nuk do të ndërrosh, pra duhet të veprosh, dhe sigurisht unë nuk e kam dëgjuar më se çfarë ka bërë, sepse është ajo që unë ndjej që e rehatshme dhe a ka manifestuar apo jo, unë nuk e kam dëgjuar më dhe nuk di se çfarë të them, por të jeni të sigurt që ne ligji universit na kërkon që ne të veprojmë nëse doni me të vërtetë të realizoni ëndrat dhe dëshirat tuaja. Dhe në këtë rast merrni fletore dhe shkruani këto 2 pyetje. A jeni duke ndërmarrë veprime? Dhe a jeni të gatshëm për të filluar të veproni atë që ju ndërroni dhe dëshironi në jetën tuaj, pra si kërkoni të realizoni ëndrat tuaja. Dhe e fundit për pjesën dërmuese për të cilën jeni arritur në veten tuaj të lartë është rrezja qiellore që është me ngjyrën e verdhë. Kjo ka të bëj është me të vërtetë rrezja numër 3, pra është rrezja diellore, e ju e dini që është edhe chakra pra në stomakun ton e vetëdijes ton, dhe ajo që është me të vërtetë udhëhiqet nga mjeshtri Seraspis, është një çike Seraspis Bey, pra gjithsesi, por që është në mbikëqyrjen e frekuencave të larta të mjeshtërive të vërtetësisë së jetës dhe në këtë rast të shëntorit Germain, pra po e them shqip, ose Sint Germain, por gjithsesi është që ka të bëjë me atë që gjithçka bëhet për të ndihmuar me vërtetësi që ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, kryekëput nga ajo që ne kemi mësuar që do të thotë për të ndihmuar njerëzimin. Dhe në këtë rast është që me të vërtetë unë do t'i tregoj në fillim për Sint Germain, i cili është ndihmon njerëzimin dhe është i lidhur për atë që jemi pra në barazi, në liri, në ndeshmëri, në vërtetësinë e jetës, në evolucionin social, ekonomik dhe politik, pra në gjithçka, dhe ky ka qenë një mjeshtër i mençur që ka ndihmuar plot fuqinë Zotin, pra i ka shërbyer Zotit në shekullin fund shekullit 17, shekullit 18, gjithsesi është për ndihmë të njerëzimit dhe dhe Seraspis Bey ka të bëjë me atë që kjo
na ndihmon ne dhe sidomos ka të bëjë me perëndim e jetës së përjetshme, me jetën e nëndeshme të tokës, sepse shumë shpirtëror kanë dhënë kontribut në këtë botën tonë, pra deri tani sa kemi erdhur, dhe kjo është që këto mësime që na pun nuk janë që unë i mësova nga jeta e parë, unë i mësova nga shpirti, sepse u lidha me shpirtin, dhe këto janë qënjet e në tokës e të përjetësisë së jetës, për të cilën na ndihmojnë sipas zhvillimit të rrjedhshëm të ndryshimeve kozmike, ashtu si ndryshojnë stinat, apo sezonet, apo ditënata e gjatë të tjera, pra ne jemi të lidhur, apo në lidhje me herë erësohet dielli, herë erësohet ëna, që janë eklipset, pra jemi këto janë dobi, dhe sidomos tani jemi dhe në 20 qershor dhe një muaj është duke ardhur dita më e gjatë, kulmi i ditës më të gjatë, pra janë që na ndikojnë tek ne, dhe këto janë mësime që i kanë sjell të parët tanë mjeshtrat e mërnçurisë së dritës deri më sot në këtë, edhe pse shënim për një moment janë mohuar, por tani po dele vërteta, dhe në këtë rast është edhe në lidhje me mjekësinë, pra ka dhe një mënyrë tjetër për të shëruar, jo me ilaçet që ju merrni dhe besoni në to, që janë helmet në trupin tuaj, por ju nuk e kuptoni që trupi jon është multidimensionar, është i shëndetshëm, është elastik, është që vetë shërues, por këto gjëra arrihen kur ju lidheni me veten tuaj. Pra që të gjitha këto është që të mësoni, kjo rreze na ndihmoni në fuqinë tonë mendore, dhe për të arritur në dritën tonë, në dritën e jetës tonë, ne duhet të diesojmë, ne duhet të kemi një mendje të hapur, një mendje me të vërtetë, dhe kjo është do të arrini. Mësoni që të gjithë ju që keni arritur, pra e ndjeni veten tuaj të lartë, ka të bëjë kjo rreze, është ju jeni të lidhur me mjeshtrat e dritës, dhe pyetja është, po si ta kuptoj që jam lidhur me mjeshtrat e dritës? Atëherë përgjigjja është e para, ju ndjeni që keni emocione të forta, të ndjeshme për këtë planetën mrekullueshëm, se e ndjej edhe unë mrekulli. Të marr frymë dhe ta fus këtë energji në brendësi, e kam në çdo qelisë të trupit tim, se trupi im shkëlqen dritë, se drita është dia, është mençuria e vërtetësisë së mësimeve. E dyta, ju shihni ngjyra, ju merrni mesazhe, dhe unë bëra edhe një video përpara, po që ta kuptoni që ju si i merrni këto gjëra, prandaj është që unë shpreh qartë, po unë i kam këto qartësime vete, dhe me ju, dhe unë mësoj çdo ditë, dhe atë që bëj sot e vazhdoj, çdo gjë e bëj me kënaqësi, shpirti më drejton, e lexoj diçka, sepse ju lexoni, ju dëgjoni, me një informacion, dhe si dukos kur jeni rritur në veten tuaj të lartë, dhe tjetra është që ju me të vërtetë e ndjeni që keni arritur në veten tuaj të lartë. Pra kjo është që është një jetë shumë e prekshme, për arsye se ju jetoni në një jetë krye kaput nga ajo që keni jetuar më përpara, pra ju jeni rilindur, dhe kjo është ajo që nëse ju e ndjeni që jeni pra me lidhur me mjeshtrat, ju do ta ndjeni që midis ënës plot që ne kaluam në 12 maj që ishte në Akrep, dhe ëna e re që do të vinë ëna e plot që do të vinë në 15 qershor në shigjetar, të kuptoni që kur dy anët janë midis të plotave, pra qëndron midis dy anëve të plota, është rilindja juaj. Pra ana e re qëndron në këtë rast e binjakut, do të thotë që ju që keni bërë një punë të mrekullueshëm është në rilindjen tuaj. Ndërkohë të kuptoni që gjithçka që bëhet me këtë rreze është dhe gjithçka ne lirojmë, transformojmë, jemi alkimist, jemi të gjithashëm në kuptimin e mirë, të gjithashëm që të gjithë jemi unik, dhe që të gjithë ndjemi, për shembull Diana komunikon në lidhje me shërimin shpirtëror, sepse e kalova në procesin tim, por edhe në lidhje me nënën, në fund të fundit kjo nënën më dha atë fuqinë që fillova ndoqa shpirtin tim, dhe këtë çdo natë, edhe sot, edhe mbrëm, unë ndjek shoh qiellin, çdo mëngjes unë dal, sidomos kur nuk kam punë, dal edhe sot në mëngjes, dola në mëngjes dhe pash bukurinë e shenjave, sepse ne e kemi këtë energji të mrekullueshme. Është ajo që ne çdo ditë mësojmë dhe çdo ditë ne kërkojmë ndihmë.
Tjetër është energjia, me pak fjalë ju do të filloni të komunikoni me vëllezërit tuaj, me motrat tuaja, me fëmijët tuaj, pra me njerëzit tuaj të afërt dhe sidomos nëse ju jeni rritur me lart ju flisni edhe me njerëzit e huaj duke i përshëndetur dhe ju e kuptoni që njerëzit janë të mrekullueshëm, por ata nuk e din që janë të lënduar, por janë të mrekullueshëm. Ka dhe njerëz të mi pavarësisht se janë akoma pra me atë që veprojnë pra si flitet e bëhet, sepse qëndrojnë rolin viktim. Gjithsesi të kuptoni që udhëhiqet nga planeti Mërkurit, pra binjaku është elementi i ajrit dhe ka të bëjë me mendimet tona, dhe kjo është që ju kërkohet në anën e re, ju kërkon ju pra si të veproni që u tregova me qëllim që të arrini aftësitë tuaja komunikuese me të gjithë njerëzit. E para që do të pyesni veten është, a jeni të sinqert me veten tuaj dhe a flisni të vërtetën në veten dhe me të tjerët? Dhe e dyta pyetja tjetër, a jeni duke u ankuar për përgjigjet tuaja që kërkoni për dëshirat apo ëndrat tuaja që nuk po merrni përgjigje akoma? Bëjni pyetje dhe kthejni përgjigje këtyre. Tjetër, ju për të qetësuar mendjen, në qoftë se ju e ndjeni që keni përsëri një mendje sepse ka të bëjë me mendjen tonë, pra kështu është binjaku, unë komunikoj thot. Dhe në këtë rast, në qoftë se ju keni një mendje si të tjerët, pra të ngarkuar, do të thotë pra jeni të ngarkuar me atë se çfarë kaloj ose se çfarë do të vi, pra i ndjeni, atëherë bëhet fjalë që ju të uleni në meditim dhe meditimi ju qetëson mendjen. Një teknikë që do t'ju jap me qëllim që të arrini çfarëdo lloj jete që të keni me të tensionuar, të ngarkuar, apo dhe para se të flini ju, të merrni frym, po ja u jap me 4 herë, unë vetë bëj me 9 herë, po ja u jap 4 numërime, pra merr frym 4 herë. Mbajni 4 herë, lëshojeni 4 herë, dhe përsëri mbajni 4 herë. Pra merr 4 numërime, pra numëro me mendje, mbyll syt, mbaje 4 herë, lëshoje 4 herë, mbaje përsëri para se të fillosh tjetrin dhe bëjni 10 gishta me radhë. Unë këto i bëjnë çdo mëngjes, por unë e bëj me 9 e mbaj, 9 e marr, 9 e mbaj, 9 e shpryj dhe filloj përsëri duke mbajtur 9 dhe duke filluar përsëri dhe e bëj 10 minutë çdo mëngjes. Më besoni biles dhe kur më del gjumi, po tani unë jam e rritur në veten time dhe unë marr në mendje më vin mrekulli, më vin ide me frymëzime të mrekullueshme. Se ne ndihmoj vin nga zemra, vin gjatë natës. Ndërsa dikur isha akoma jo në veten time, zgjohesha se shpirti më zgjonte që të ndjeja, çfarë ndjeja në atë moment, çfarë pash në ëndër, si e pash. Dhe tani ju mund t'i shihni bare sipas niveli që jeni, por gjithsesi bëhet fjalë që ta përdorni edhe këtë para se të flini gjumë, ose edhe nëse zgjoheni, dhe nëse edhe kur shkoni në punë dhe jeni në autobus apo kudo që mbylli syt 4 minuta, 4 sekonda ose numërime. Pra thit, mbaje, lëshoje dhe mbaje përsëri dhe relaksoje trupin dhe vazhdoj, pra çdo pjesë të trupit nga koka te këmbët, shfryj dhe muskujt janë të lirshëm. Krijoni kontakte që do të thotë jeni të hapur tani, pra jeni krijoni, e zëm që jeni një nën, e zëm po marr një shembull, e zëm që jeni një nën që e çon fëmijën në shkollë dhe atje për të parë veten, a jeni komunikues, atje janë nëna që shprehen se ne jemi të ndryshëm që hyjnë në muhabet. A jeni ju duke hyrë në muhabet apo jeni të tërhequr ose në një festë, pra si e ndjeni veten, pra ju kërkon që në anë me të vërtet ju lidh që ju pse, sepse binjaku është joshës, binjaku e bën këtë, pra dhe ju tani do të vazhdoni me këtë mënyrë. Kjo është që ju bëhet jeta më e lehtë sepse ne jemi qenie humane, qenie njerëzore për të arritur dhe shpirtërore për të ndihmuar njëri tjetrin, për të mësuar dhe për të krijuar me njëri tjetrin. Të krijoni marrëdhënie me motra, vëllezër, fëmijë tuaj, çfarë ju keni, nëse ju keni akoma mëri, mërzitje, pra energjia, kjo është pjesa 2 si punon energjia, do të thotë që ju të veproni me motra, vëllezër,
për të cilat ndoshta të filloni ne kemi telefon, nëse nuk e bën direkt, atëre shkruaj një letër, dërgoj letër, dhe siç u tregova imagjinatën që ti nuk ishte qëllimi jot në atë kohë, se ishte qëllimi i mirë, pavarësisht se si i shpreh mendimet e tjera, pra kërkoje ti, filloje ti, pra fal dhe është koha që e kërkon energjia e binjakut. Pra në këtë rast është që të arrini kontakte të mira me motër vëllezër dhe sigurisht kjo është që ta filloni çdo gjë që e keni lënë për gjysmë ta mbaroni, pra nëse i ndjeni edhe në lidhje për të komunikuar, ashtu sikurse binjaku është që lexon dhe shumë libra. Pra që të gjithë ndoshta e ndjeni që doni të lexoni, doni të dëgjoni, doni të merrni informacione të tjera, gjithsesi që të gjithë të kuptoni që ajo që duhet ju këshilloj është që kujdes sepse shumica e humbin kohë duke parë televizor apo show apo të tjerë për të cilën tregojnë qëllimin. Dhe ajo që tregojnë qëllimin është jeta për të cilën jetohet akoma në bazë të impulseve të egos duke lënduar. Prandaj ju duke lexuar, duke ndjer atë që rezonon shpirti ju, ajo që ju keni talent, pra ju ndihmon ju që ju hapasapi ta vazhdoni këtë rrugë, dhe kjo është duke vazhduar këtë rrugë, ju jeni të sigurt që jeta juaj do ju falenderoj për mrekullin, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës. Pra ajo që me të vërtet është për të gjithë ju duhet me të vërtet që ta rrethoni veten çdo ditë me njëri tjetrin, duke vazhduar çdo muaj me njëri tjetrin, çdo ditë me njëri tjetrin, çdo minutë me njëri tjetrin, çdo sekond me njëri tjetrin, me qëllim që ju të kur mos harroni që të lejoni dritën për jetën tuaj, e cila ka të bëjë me atë vjen në formën e dijeve që ju merrni, pra duke u dhënë këto si të veproni me anën e re në binjak, dhe kjo do të arrihet me të vërtetë që ju bën ju që të keni një mendje të hapur, një zemër të hapur, një trup multidimensional, që do të thotë kur ju shihni diellin dhe ta bekoni që ka të bëjë me zemrën tuaj, kur ju shihni ka të bëjë me shpirtin tuaj, kur ju merrni këto dije, këtë dritë, ka të bëjë që trupi juaj po ngjitet, do të thotë që ne diku do të shkojmë, dhe në këtë rast ju do të lidheni me dritën hyjnore, me dashurinë pa kushte, me dëmshurinë, me mirësinë, me falënderimin për gjithçka dhe çdo gjë që ekziston në planetin tonë, dhe bekime dhe dritë kudo në çdo individ që ka errësirë, dhe për këdo dhe për gjithë planetin tonë që tash po hyn kjo dritë hyjnore, duke hapur zemrën, jo vetëm si individ, por dhe në shkallë kolektive, se ka dhe një mënyrë tjetër të jetës, dhe mënyra tjetër e jetës është të jetojmë me atë energjinë e dashurisë hyjnore, atë që na ka dhuruar Zoti kur ne u mëshiruam në këtë tokë, si dikur kur ardhëm në këtë tokë nga fëmijë. Dhe kjo është të lirojmë fëmirin tonë, dhe ne do të kemi jetimin e gjatë të komunikojmë qartë. Me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.